Faleminderit shumë që na jeni bashkuar. Kush ka udhëtuar pa lëvizur nga vendi? Kjo ishte pyetja e drejtuar fëmijëve nga klasa e parë deri në të pestën në komunën e Kamenicës. Ndonse nuk hezituan të përgjigjen, shtëpia botuese Dukagjini ka gjetur një mënyrë të re udhëtimi, një seri lektyra shkollore të niveleve 1 deri në 5. Seria lektyrave të Dukagjinit përbëhej nga 26 artikuj, libra nga autor shqiptar e të huaj, dhe nxënësit pjesëmarrës ndanë edhe momentet më interesante nga disa prej librave që i kishin lexuar. Më ka ardhur shumë për të qeshur kur është tregu për Pinokion që kur ka gënjën ju ka zgjat hunda. Edhe ka ardhur një skifter edhe ja ka çukit hundën. Unë kam librën e Leporushit dhe e kam lexuar krejt dhe ky është i varuar prej pushi. Promovimi u mirëprit edhe nga mësuesit e shkollave të Kamenicës, të cilët patën një thirrje për nxënësit. Mesazhi im për nxënësit që sa më shumë të marrin libra dhe të lexojnë, sepse nga leximi ata fëmijë domthonë kanë me fitu shprehje të reja, kanë me fitu njohuri, kanë me fitu dituri. Po normal që i bëjmë thirrje që ti lexojnë këto libra, sepse është një shtëpi botuese që ne edhe në shkollë punojmë me këto libra të shtëpisë botuese Dukagjini. Nga shtëpia botuese Dukagjini tregojnë për përvojat që po sjellin promovimet e serisë në komuna të ndryshme të vendit. Shkolla ka filluar me u mbush, entuziazmi i fëmijëve është shumë i madh, edhe kjo është një kënaqësi dhe një motivim i madh për neve. Edhe kësaj radhe kemi vendosur që këto libra me i shpalos me fëmijët, jo vetëm me i promovu librat, po edhe me u mundu me nxit dashurinë për leximin edhe për librin tek ta, sepse ne e dimë që sot teknologjia ka marrë havë edhe është pjesë e pandashme e jetës së fëmijëve, kështu që ne duhet me u mundu me gjetë një lloj balanci ndoshta, edhe me u mundu që çdo ditë librin me bë pjesë të jetës këtyre fëmijëve. Për fund, fëmijëve ju shpërndan dhurata simbolike nga shtëpia botuese Dukagjini.